Thash deri të unboxing i fundit, por ju gënjeva. Ky është unboxing i fundit dhe kam kësaj radhe kënaqësinë të ndaj me ju dy produkte që i zgjodha vetë në duart e mia nga Duna Food Supplements. Atëherë, vjet kisha marrë tek Duna një produkt që e hidhja në ujë dhe ishte kundra stresit. E provova, I liked it, ja kalova mamin sepse në atë fazë ja tregova që kam marrë këtë produktin e thamë do na hapësh më atë provoj, testoj. Dhe e mori ajo. Kësaj radhe kam marrë dy produkte që do t'i mbaj për veten time, që në fillim e di këtë gjë. Bëhet fjalë për Hydracel probiotik nga Duna. Është me sodium, potasium, klorid, magnesium dhe probiotik. Ndihmon për rritjen e sistemit imunitar, ka dhe vitamin C. Pashi ishte me raspberry dhe janë këto që i hedh në ujë efervescent dhe shkrim. Produkti i radhës ishte ky, Duna Collagen, do ta nis madje që nesër, janë 30 kapsula, duhet mendoj logjikisht janë 2 kapsula në ditë. Jo, rekomandohet 1 kapsul në ditë. Pra, këtë do ta provoj për një muaj të plot. Dhe është kolagen i pastër me acid hialuronik, biotin, vitamin A, C, E dhe minerale si silikon dhe zink. I can't wait to try them. Shumë thank you Duna, me zi pres të provoj dhe ne do shihemi nesër, se më besoni kam pafund produkte që ju do ju pëlqej se çfarë kam marrë dhe do ju sugjeroj.